Vjedhje industriale votash brenda llojit gjatë numërimit në Prizren ka shpërfaqur procesi i rinumërimit. Devimet më të mëdha janë evidentuar tek kandidatët e Partisë Demokratike, e cila udhëheq me këtë komunë. Pas rinumërimit të gati gjysmës së kutive të votimit, rezulton se kandidati i PDK-s Fetah Pacharizi është kampion për kaq votat që ka përfituar nëpërmjet abuzimit në qendrën komunale të numërimit. Aty gati gjysma e votës së kësaj partie i është përshkruar rrejshëm këtij kandidati për deputet. Nga 7.550 vota që janë rinumëruar në këtë komunë PDK-s, rezulton se 3.369 i janë paraqitur rrejshëm Pacharizit. Kandidat tjerë për llogaritë të cilëve është vjedhur në Prizren janë edhe eksponentë të PDK-s. Deputetit veteran Najt Hasani janë përshkruar 1.742 vota më shumë, ish ministri të kulturës Kujtim Gashi 1.208 vota, Ariani Çollakut 1.196, kandidatës Luljeta Veselaj Guta 1.026 më shumë, ish kryediplomatit Enver Hoxhaj 750 vota, ish deputetit Fadil Demaku 705 e deputetit senior Xhavit Haliti 558 vota më shumë. Pas PDK-s, devijimi më i madh i votës është evidentuar te kandidatët për deputet të Lidhjes Demokratike. Nga 3.077 votat e kësaj partie që janë rinumëruar, rezulton se më së shumti ka përfituar kandidati Xhavit Uka, të cilit i janë përshkruar rrejshëm 741 vota, pasuar nga Driton Selmanaj, të cilit i janë paraqitur 552 vota përtej atyre reale. E lëvizjes vetëvendosje janë rinumëruar 15.474 vota, ndërsa devijimi më i madh është tek kandidatja Dafina Alishani, së cilës në Prizren janë përshkruar rrejshëm 269 vota, pasuar nga Arbër Rexhaj, të cilit janë paraqitur 252 vota më shumë. Rinumërimi ka zbuluar edhe viktimat e vjedhjes së bërë në qendrat komunale të numërimit. Në nivel Kosove, 19 kandidatë që më së shumti janë prekur nga vjedhja brenda llojit janë të Partisë Demokratike, ndërsa i 20 është Paris Guri i LDK-s. Viktimë më e madhe është nënkryetari i PDK-s Uran Ismaili, të cilit nuk i janë paraqitur 435 vota, pasuar nga Arjan Tahiri, Përparim Gruda, Vlora Qitaku e Mërgim Lushtaku. Bazuar në rinumërimin e deritanishëm, në parti tjera, viktimave të vjedhjes në qendrat komunale të numërimit nuk u janë hequr më shumë se 100 vota.